Po në Shqipëri, qeveria po mbështet këtë vit një program bujqësor që favorizon veçanërisht aktivitetin e emigrantëve. Në Gjirokastër, drejtuesit e bujqësisë thonë se programi po gjen interes tek ata emigrantë që kthehen nga Greqia prej krizës ekonomike atje. Emigrantët janë përfshirë gjerësisht në aplikime për të shtuar sipërfaqet e mbjella. Korrespondenti ynë Raimond Kola përgatiti materialin vazhdim. Emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi po shohin gjithnjë më tepër nga Shqipëria pas fillimit të papunësisë dhe krizës në ekonominë greke. Shumë prej emigrantëve po i transferojnë bizneset e vogla në Shqipëri, ndërsa shumë të tjerë po i kthejnë aktivitetit bujqësor, shpesh edhe në mënyrë sezonale. Në jug të Shqipërisë, sipërfaqet të tëra toke janë lënë të papunuar gjatë këtyre viteve dhe kthimi i interesimit të emigrantëve vlerësohet nga specialistët e bujqësisë si një shenjë optimiste. Qeveria ka miratuar këtë vit një program të mbështetjes përmes financimit për fermerët, veçanërisht për mbjelljet e fidanëve të rinj. Drejtori i bujqësisë dhe ushqimit në Gjirokastër, Shemo Lama, i thot për Zërin e Amerikës se emigrantët kanë përparësi në vlerësim në aplikimeve aktualisht në proces. Unë do të thosha që rajoni Gjirokastër është nga rajonet më të prekura për sa i përket emigracionit, ka përqindjen më të lartë të emigracionit në të gjithë vend, nga të gjitha qarjet e vendit. Natyrisht në vendimin e fundit të qeverisë për skemat e subvencionit të vitit 2011 është përmendur qartë dhe prerazi, ku është lënë një avantazh shumë i madh dhe në kuotim në pikë më shumë emigrantët të cilët kthehen dhe kanë dëshirë për të investuar në bujqësi dhe në blegtori. Zoti Lama i thot më tej se gjatë këtyre viteve skemat e mbështetjes me subvencionet fermerëve kanë dëshmuar interesim dhe përmirësim të ekonomive të vogla. Sipas tij edhe aplikimet e reja pritet të përmirësojnë situatën bujqësore në këtë qark. Themi që kemi një interes të jashtëzakonshëm, kemi mbi 3 fishin e aplikimeve në krahasim me vitin 2010. Për këtë vit aktualisht po mbyllim fazën e aplikimeve për të kaluar në fazat e vlerësimeve dhe të konkretizimit të projekteve. Gjithashtu skemat përfshin edhe në blegtori, ku risi për vitin 2011 është bletaria, e parë si një degë ekonomisë të rajonit tonë shumë e rëndësishme. Por me gjithë programet, niveli mbështetjes me subvencione është ende i ulët. Ngritja e çmimeve të karburanteve përbën këtë vit një kosto të lartë për fermerët në mbjelljet e pranverës. Gjithashtu shumica e prodhimeve bujqësore në Shqipëri vazhdojnë të vinë nga importi dhe shpesh fermerët ankohen se nuk gjejnë politika mbështetëse për prodhimet vendase. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.